Komuna e Prishtinës nuk është treguar efikase në procesin e ndërtimeve të larta. Këto ishin ndërgjetjet kryesore të cilat i prezentoi auditorja e përgjithshme Vlora Spanca në konferencën për media. Konkluzioni i përgjithshëm është se Komuna e Prishtinës gjatë periudhës 2021-2023 nuk ishte efikase as efektive në procese nga lëshimi i lejeve të ndërtimit deri tek pajisja me certifikata të përdorimit. Ka mungesë të kontrolleve gjatë lëshimit të kushteve ndërtimore, trajtim jo të barabartë të kërkesave për leje ndërtimore, mungesë të inspektimeve të mirëfillta dhe të rregullta, si dhe mekanizmi për pajisje me certifikat të përdorimit nuk është efektiv. Spanca prezentoi edhe gjetjet kryesore sa i përket auditimit të efikasitetit në realizimin e projektit rehabilitimi linjes 10 Hekurodhore, Hani Elezit, Leshak. Konkluzioni ynë i përgjithshëm është se Infrakos së bashku me Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit hapësinor dhe Infrastrukturës, Ministrinë e Ekonomisë, nuk ishin efikase në planifikimin dhe menaxhimin e projektit për rehabilitimin e kësaj linje. Akterët relevant për realizimin e këtij projekti nuk kanë qenë të përfshirë në mënyrë të vazhdueshme në të gjithë procesin. ZKA njoftoi se në fushën e performancës janë parapar 16 auditime, kurse deri në gusht të vitit 2025 pritet të kryejnë dhe të publikojë gjithsejt 139 auditime.